Njësia administrative Orikum ndër vite po përballet me një problem i cili me sa duket nuk ka gjetur ende zgjidhje. Selim Askoçelaj, administratori i kësaj njësie, thosë se problemi i dritave në Orikum është edhe në fokus të qeverisë shqiptare. Sipas tij, prej muajit gusht ka nisur puna për shtrirjen e linjës së re të fshatit Dukat për të plotësuar në fakt një investim i cili konsiston në zgjidhjen pikërisht të këtij problemi. Askoçelaj shprehet besim plot që ky investim do të përfundojë duke e zgjidhur një herë mirë këtë problem. Tashti, drita është një problem që është bërë gangren. Jo vetëm ju e dini, ata që kanë hequr në kurriz këto 30 vjet e dinë të gjithë, po është problem edhe te qeveria. Tashti është planifikuar që në gusht shtrihet linja e Dukatit. Në gusht shtrihet linja e Dukatit. Mbaron Orikum Dukat Rajas Radim dhe shtrihet linja kryesore e Dukatit, do të kalojë gjitha 20 mijë. U kam besim sepse ne nga njëra ana ka ikur dhe besimi me punët e shtetit, sepse shteti ka edhe të drejtë nga njerëz se i hedh në kapitalizëm, ka dhe eficiencë investimi. Do ta hedhësh atëre kur duhet dhe ku duhet lekun e shtetit. Por këtë zonë ka kapur me përparësi dhe kam besim shumë të plot që do të bëhet, do të shtohet rrugës Orikum tunelit, por të jateve ura shënelizës që i thonë ata, deri në Dërmi do të shtohen edhe të gjitha këto. Shumë shpejt besoj që ne do të futemi në atë pjesën e kërkuar, që sot hyrjet në Orikum pothuajse janë me të njëjtin nivel çmimi që janë në Vlorë. Një prej investimeve që ndër vite ishte parashikuar të vendosej në funksion duke zgjidhur problemin e furnizimit të rregullt me energji elektrike është edhe në stacioni i Tragjasit. Selim Askoçelaj, administratori i kësaj njësie, thosë se në stacioni i Tragjasit është në funksion, por nuk bën shpërndarjen e energjisë elektrike. Sipas Askoçelës, edhe aty ka nisur një tjetër investim për vendosjen e fiderave të rinj të energjisë elektrike dhe linjave të energjisë që do të kryejnë më pas edhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Në stacionin e Tragjasit është në stacion në funksion, po që të shpërndaj nga në stacioni kanë dalë ato fiderat, 4 fidera janë hedhur këta, njëri që do të shkojnë në Dukat dhe 3 janë një Radhima, një Dukati, ai Tragjasi dhe një Orikumi. Janë hedhur fiderat, janë bërë shpërndar. Sot që ne po flasim, firma që ka fituar tenderin që do të bëjë Orikumin, Radhimën dhe Tragjasin, ka filluar me kse kryen punime kryesore dhe për mos të hapur se do të bëhet lungomarrja. Nesër pas nesër të ndërhyet prapë në rrugën por të mbaruara, ajo ka filluar dhe po shtrin linjët kryesore duke i quar deri tek pallatet në vijën bregdetare të Radhimës edhe në fshatin e Radhimës. Ka mbaruar. Ka mbaruar. Është në përpunime si për ju e pat punë ka arritur deri te portokalli e themi ne dhe ka dhe gjithë vijën. Kjo është edhe kryesore që ne të mos i kthemi 2 herë punimeve më, siç ndodh zakonisht që pasi e mbaron njëri e tjetër. Kanë rakorduar firmat punimet që së bashku të bëjnë infrastrukturën nëntoksore dhe pastaj të fillojë rruga nga sipër. Problemi i mos furnizimit të rregullt me energji elektrike dhe njëkohësisht ndërprerjet e saj janë një prej problemeve të kthyera ndër vite në gangrenë për qindra banor të zonës të njësisë administrative Orikum dhe fshatrave që e përbëjnë këtë njësi.